Ndodhem në qendrën klinike universitare Nën Teresa, ku para një ore Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari dha informacionet më të fundit rreth gjendjes shëndetësore të pacientëve të lënduar nga Koçani. Ai tha se gjithsej 135 pacientë po trajtohen në klinikat e vendit dhe ato jashtë shtetit. Deri më tani 51 pacientë janë dërguar jashtë shtetit, ndërsa 84 pacientë po trajtohen këtu në klinikat e vendit, ndërsa numri i pacientëve që janë në gjendje më kritike dhe që ndodhen jashtë shtetit, numri i tyre është rreth 20. Ata, siç tha Ministri i Shëndetësisë, janë në shkallën e 2 dhe të 3 të djegjes, kurse pacientët që ndodhen këtu janë kryesisht me djegje dhe fraktura, dhe se Taravari tha se gjendja e tyre është e qëndrueshme dhe po ndjeket gjendja e tyre shëndetësore. Ndërsa Taravari gjithashtu informoi se të gjithë hospitalizuarit që djekan që në klinikat e Shtipit dhe Koçanit janë sjellur këtu në Shkup për të ndjekur më afër gjendjen e tyre shëndetësore. Ai Taravari njoftoi se tashmë pacientët që janë dërguar jashtë shtetit ndodhen në shtetet e Turqisë, Bullgarisë, Greqisë, Serbisë, Hungarisë, Rumanisë dhe Kroacisë, ndërsa gjatë ditës sotme ose të nesërmen do të dërgohen edhe disa pacientë të tjerë, kryesisht në Sloveni do të dërgohen 2 pacientë, në Kroaci sot ose nesër do të dërgohen 4 pacientë, në Austri 3 herë nga 2 pacientë do të dërgohen dhe 12 pacientë të tjerë do të dërgohen me avion për në Beograd. Taravari gjithashtu njoftoi se do të formohet një ekip i përbërë prej psikologëve dhe prej psikiatrëve, të cilët do të janë në ndihmë për familjarët nga Koçani, të cilët kanë humbur të afërmit të tyre, por edhe për të lënduarit që do të japin mbështetje psikologjike. Gjithashtu njoftua se tashmë kanë arritur edhe 15 specialistë të djegjes nga Çekia, Izraeli, Beogradi, të cilët gjithashtu do të shpërndahen nëpër klinikat e vendit. Është paralajmëruar që preskonferenca e radhës të jetë në orën 13. Ne do të jemi këtu për të ndjekur përsëri për detajet e tjera, ndërsa tani nëse është gati regjia, lusë që të ndjekim deklaratën e Taravarit. Gjendje e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshur edhe një herë të tregoj se në Turqi janë 9 pacientë, në Bullgari 14, në Greqi 5, në Serbi 17, në Hungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacientë.